nderuar shikues të Veriu Sport, jemi përsëri së bashku drejt për së drejti nga pallati i sportit dhe Qazim Dervishi i Shkodrës. Tashmë për pjesën e dytë të ndeshjes së futsallit klasikës së futsallit shqiptare Vllaznia Tirana. Rezultati është ai pjesës parë 4-0, vetëm pak sekonda që ka nisur pjesa e dytë. Dhe Tirana kërkon në të momentet rrezikoi, ashtu siç këmbguli jo pak edhe në pjesën e parë, sidomos në 10 minutën e fundit, që kërkoi golin për hapjen e ndeshjes. Përgjithësi ka qenë shumë pran golit parë. Por portieri Bahari ka zotuar topin, por ka marrë një goditje. Është dëmtuar paksa, por është ngritur. Që është java e 5 për kampionatin kombëtar të futsallit. Në pozitat kryesuese është Vllaznia me 10 pikë, Tirana e dyta me 7 pikë, ndërkohë Flamurtari me 4 pikë. Në rast të ky rezultat vazhdon të jetë në fuqi me fitoren e Vllaznisë, Vllaznia shkëputet në 13 pikë në krye të renditjes, duke lënë pas Tiranën me 7. Por të shikojmë çfarë do të prodhoj kjo pjesë e dytë, që shpeshherë sporti i futsallit ka edhe të papriturat e tij. Është një lojë interesante, shumë e bukur, plot riten, por ka pasur raste kur rezultatet kanë ndryshuar në kohë rekord, mund të themi. Kujtojmë edhe ndeshjen e kaluar në transfert, kur Veriu Sport ndoqi në Vlorë, në pallatin e sportit Flamurtari, kur Vllaznia kryesonte 2-0, përmbysi Flamurtari duke udhëhequr në 4-2 dhe në minutën e fundit Vllaznia përmbys gjithçka duke fituar 5-4 në Vlorë. Pra ky është sporti i bukur, emocionues, pse jo edhe dramatik i futsallit. Goditje dënimi për ekipin e Tiranës është Mejzini. Mentor Mejzini ka kombinuar me kolegët e tij, pikërisht me Ali Begun, përsëri Mejzini, Ali Begu. Ishme Mejzini përplasë topin dy fanela kuqe bluja, ka marrë Gokaj me finde topin. Në pjesën e dytë sfidës Vllaznia Tirana konstatohet një rritje më e madhe e tifozërisë shkodrane. Faul në favor të ekipit Vllaznisë, të shikojmë vendimin, karton i verdhë në dëm të Narcis Ali Begut. Është një faul në kufit e zonës së rrëpsisë së skuadrës shkodrane, të skuadrës tiranëse, është Alcet Tafili, Semir Gogaj. Pranë topit do t'jetë Besaduku Tafili, ai që gjuan me forcë. E fort kjo goditje ballore e Tafilit, është prekur nga portieri Rapi, përsëri Tafili. Faul në favor të ekipit të Vllaznisë. Gjoklaj, autori golit të dytë për ekipin kuqe blu Çokaj. Si Gjoklaj ka kombinuar me Çokajn. Dy golashënuesit e parë të ndeshjes Çokaj dhe Gjoklaj kanë qenë pranë golit të 5 për Vllaznin.
Luje sakt e Semir Gokajt. Sta është Qokaj që kërkoj kombinimin me Gjokla, shikojmë në vijën e parë ka një harmonizim të veprimeve Qokaj Gjoklej së bashku me Gokaj, me prapa është Tafili dhe portieri Behari. Avjanësore për skuadrën Bardhë Blu, luhet minuta e 4 të pjesës së dytë, gjithnjë 4-0 për ekipin e Vllaznis. Tafili. Me forcë Mërtiri për skuadrën Bardhë Blu. Përsëri Mërtiri me topin zotërim, kombinon me Kace. Mërtiri ka humbur kontrollin e topit, është Qokaj. Vërshëllim e arbitrit Kolleshit dhe tjetër karton i verdh në dëm të Tiranës pas ti faulli. Shikojmë arbitrin shtatlart Felix Kolleshi që po gjikon për kra kolegut e ti me përvoj Albano Stollej. Kolleshi që vjen edhe nga futbolli i madh i Superligës, shumë i rrep i sakt, rigoros në vendimet e ti. Tafili, Gokaj, shpërdron vazhdimjet e mundësi, por është përsëri Gokaj. Çardaku! I afrohet golit 5 të Vllaznis. Por mbeten në fuqi shifrat 4-0 për Vllaznin. Është involvon Tirana. Në hym Çardaku. Sërishmi Bardhë Blut rrezikojnë seriozisht, por ai që mbron portën është Fatos Behari. I sakt në ndërhyrjet e tij në rujtë të rrjetës e paprekur deri në ato momente. Karca për Tiranën, kërkon të shmang Qokaj, nuk arrin qëllimin. Faul në favor të Tiranës dhe karton i verdh në dëm të Qokajt. Nuk është shumë dakord Qokaj, por gjyqtari Albano Stollej është shumë i prerë në vendimet e tij. Jo më kot ka dhe sistemin e FIFA-s për disiplinën e futsalës, i certifikuar në vitin 2026, rast futbollit të madh që ai gjikon prej vitësh si arbitër kryesor në kategorinë të parë, por dhe në Superligë. Por në tavolinë është një tjetër gjyqtar shumë i njohur me përvojë i top listës kategorisë superiore të futbollit shqiptar, si Jetmir Podgorica, që është në rolin e kronometristit, kohmatësit dhe pikashënuesit. Duke pasur pranë edhe Klajti Përpunjen, i deleguar i Federatës Shqiptare të futsalës në për këtë ndeshje. Tafili kërkon të shmangë futbollistin Bardhë Blu me numër 8 Mërtiri, nuk arrin qëllimit. Sulmi për Tiranën, por rreziku i sapo aktivizuar tek formacioni kurse dhe Blu depërton, nuk ka faull, thot Kolleshi pranë tij, arbitri në krahun e djathtë, në linjën e djathtë.
të kamës për balë. Ndërhyrje Çardakut, e saktë kjo ndërhyrje shumë precize. Minuta 6 për pjesën e dytë të ndeshjes Vllaznia Tirana, klasika e futsallit së Shqipërisë. Vllaznia e drejtuar nga tekniku Arben Xhaferi është avantazh të 4 golave përballë Tiranës të drejtuar nga Artur Angoni. Çardaku një gjathë të ti, nuk shkon në vendin e duhur. Tiranasit gjuajnë fort në këto momente me mentor Mejzinin, por pa sukses Mateo Çardaku, por të gjathën e ti nga distanca për topi përfundon pak centimetra në krahun e majt pingullës e portierit Mysafir Klodian Rapi. Ivziku, dhe thot nga 2 uniforma bardhë blu të Tiranës. Mejzini për bardhë blu. Pa shqecimin e Çardakut. Ivziku ka gjuajtur, por topi përfundon jashtë. Në formacionin e Vllaznisë, ashtu si edhe në Vlorë, mungon një nga pikat e rëndësishme të formacionit kuqiblu është Ari Djepagjia, ai që i ka shënuar shumë gola skuadrave kundërshtare në ndeshjet e para të kampionatit për fal një tërheqje muskulare. Ai nuk arrin të luaj prej 2 ndeshjes. Është një mungesë e rëndësishme Ari Djepagjia, por tekniku Arben Xhaferi dhe kolegu i tij Alcid Kafili po alternojnë shpeshherë elementin e ri, si Mateo Çardakun, Boshtin, Tafën, Ivzikun, në të momente në lojë është riaktivizuar një lojtar tjetër i ri, por me pesh, me përvojë tek skuadra kuqiblu është Samir Hyseni, ai që ishte njeriu i ndeshjes në sfidën e kaluar ndaj Vlorës që fitoi Vllaznia 4-5. I bardhë blut që mulli nga krau, i majtë e fort kjo gjujtje numrit të 10 Endrit Kaca, por grushton portieri Behari. Behari zoton topin në lartësi me të 2 duar të ketura lartë, nis për shpejtësi Ivzikun. Topi është i fort, e pa mundësi për të për të ndalur si duhet nga Ivziku. Alibegu për Tiranën. Mejzini. Përsëri Alibegu. Sërish me tek Mejzini. Alibegu. Kaca e fort, jo gjyqe Kaca, por kapiteni Tafili do të topin gjuan në ecje sipër, kërkon golin e 5, pastaj Samir Hyseni bën të njëjtën gjë, kërkon të bëjë njëjtën gjë, por e kalon topin prapa te kolegët e tij. Topi për Tiranën. Sërish pi bardhë blut. Mejzini. Luhet minuta 10 për pjesën e dytë.
Gjithnjë 4-0 për Vazhdin. Tirana me këtë gjujtje të fort të Mejzinit që përfundon jashtë vijave kufizuese. Gjoklaj, Samir Hyseni. Majtë e ti në ndërtim të Gokajt, e ka zotuar në këtë moment të Gokaj. Tafili për Gjoklajn. Sërishmi Tirana me topin në zotrim. Alibegu ka përplasur topin të Samir Hyseni. Dhe vjen goli i parë për Tiranën pasi gjujtje të Mejzinit nga këndorja e Majt. Është pjesë minuta e 10 për pjesën e parë 4-1. Mejzini autori i golit të parë për Bardhë Blut. Okej. Faul në favor të Vllaznis. Tafili. Gjoklaj përstri Tafili. Ngull Vazhdia pas pësimit golit parë në portën e saj. Me sfundi pas shumë përpjekjes, Tirana arrit të regjistroj golin e parë në portën e Vazhdis me autor Mejzinin, me numër 7 mentor Mejzinin. Dhe Alcid Tafili për golit 5. Dhe të dutit personal. Alibegu për tjeri Behar, disë për shpeci Tafilin. Alibegu, Mejzini, autorët të vetë për të gol në ngjyrat bardhë dhe blu. Ka njësur 10 minutë i dytë. Është e 12 minutë. 4-1 për Vazhdin. Loj për ekipin e Tiranës është në të momente edhe Kajver Gjoka. Edhe në ndryrimet e tjera nga tekniku Artur Angoni ka aktivizuar në këto momente dhe Ervin Ceren dhe Igli Gjetsin. Gjoka kërkon të freskoj formacionin tekniku Artur Angoni për Tiranën në mënyrë që të vijoj të ngullin për golat të tjerë, kur rezultati është 4-1 për Vazhdin, luhet minuta 12 për pjesën e dytë. Behari ka lënë portën, kombinon me Gokajn. Hyseni për Tafilin, kapiteni Kuqi Blu për stri Hyseni. Gokaj. Tafili prapa tek stri kombinimi i vazhdueshëm Gokaj Tafili, por Tirana do ton topin. Gjuan Behari eviton. Tirana van golit dytë. Gokaj mban në lojë. Skuadrën e tij duke evituar golin e dytë. Duke evituar golin e dytë në portën e tij. 4-1 Vllaznia kryeson. Minuta 13.
Portieri Klodon Rapi kërkon të luaj përpara për të ndihmuar veprimet sulmuese. Piset atje Elvis Muça për Tiranën. Sërishmi Muça, findeti, gjujtje e fort. E fort e përsosur kjo gjujtje e ti, por që nuk përfundon në rjet, preket paksa nga Kuqi Blu, godit e këndi për Tiranën. E ka rritur ndjeshëm Tirana të ndëruar shikues se Veriu Sport e ka djekur, e ka rritur ndjeshëm nivelin e saj skuadra Bardhë Blu kërkon të shënoj përsëri pasi shënoi golin e parë. Pushim i kërkuar nga trajneri i Vllaznis Arben Xhaferi, thekson kështu me dorën treguese gjyqtari Albano Stollaj, që pushimi është kërkuar nga Arben Xhaferi dhe ka të drejtë Xhaferi të kërkoj pushim, sepse në këto momente skuadra ti nuk e ka të freskin, qartësin, forcen e minutave të pjesës parë. Tirana jo vetëm që ka shënuar një gol, por është me një lojë sulmuese, thuajse presion tek porta Vllaznis. Tirana përfundon shumë shpejt Artur Angoni, trajneri i Tiranës, e përfundon pushimin. Tirana, rrjetë e jashtme. Gokaj Gjoklaj për Vllaznin, Tafili, niski aksioni skuadrës Kuqi Blu, Gjoklaj ka gabuar pas kontopin Tirana, është një pasim brenda zonës, Vllaznia reagon, por arbitrat nuk janë të mendimit për faul. Një pasim brenda zonës për portierin. Gokaj Behari. Fili Mezini për Tiranën, ke mull skuadra Bardhë Blu, e fort kjo goditje e numrit 3 Narcis Alibegu, goditje dënimi për skuadrën Bardhë Blu nga krahu i majt i sulmit saj. Kaca Rishpi Kaca në errorin e portierit, por që ka lënë portën, porta është e boshatisur, porta e Bardhë Bluve. Në moment mund të pesoj, por vonohet Vllaznia në organizimin e këtij sulmi, që Tirana në fakt rrezikoi me një rrjetë e jashtme. Edhe 5 minuta dhe 40 sekonda nga mbyllja krejt të ndeshjes, rezultati 4 Vllaznia 1 Tirana. Shikoni, porta Bardhë Blu është e boshatisur. Të 5 protagonistët Bardhë Blu janë në gjithë në fushën e Vllaznis. Kërkojnë lojën sulmuese, kërkojnë epërsi numerike, por jo pak herë ka pasur ndëshkime në të tilla iniciativa sulmuese nga skuadra kundërshtare. Që Tirana po shfrytëzon çdo moment. Ne ka shpërngulur tërësisht lojën në gjysmëfushën e Vllaznis. Nuk është e Vllaznia pjesës parë, duhet pranuar që ishte dhe kërkesa teknikut se dhe drejtorit sportiv të futsallit shkodran Arben Xhaferi, që kërkoi pushim. Pushim që në fakt nuk po reflektohet për një ndryshim të situatës të kampi Kuqi Blu, sepse Tirana vazhdon
të këmgull. Tirana është në gjysmë fushën e Vllaznisë në kërkim të golit të dytë. Kaca, Alibegu. Kaca, Gjuan, kërkon të deri Behari. Të ngusë Tirana, Alibegu, përsëri kërkon Behari. I ka me fort të Vllaznisë në këndeshje, që të bëtë për pjesën e dytë, e ka alëshuar tërësisht lojën Vllaznia. Duhet të riorganizohet, sepse ka dhe 4 minuta dhe 30 sekonda lojë dhe Tirana me këtë ritëm mund të përmbysë gjithë shka. Përsi Tirana pranë zonës se Vllaznisë Mezini për Tiranën, Alibegu, Mezini dhe del portieri Behari, largon rrezikur nga zona ati. Alibegu për Tiranën. Përsi Alibegu, nga Tirana, por Vllaznia është të rresur rektora, e gjithë formacioni Vllaznisë është në përpara portierit Behari, duke ruajtur portën nga pesimi i golit dytë. Mezini, autorit të vetmit gol për ekipin Bardhë Blu. Dhe në këto momente, Alibegu, Kaca. Dhe Alibegu pranë golit të dytë, por gabon në shënjestër. Një problem për portierin në Behari, të shikojmë se të tjetë gjendja e tij. Tafili. I topi shkon tek Tafili, por Tirana është me vendosur, zoton në topat e mbrojtje. Reagon në të moment të Vllaznia me Gokaj. Tafili, Gokaj, kombinimit e dyshës me përvojt e formacionit Kuçi Blu. Ndrem tek Tirana. Behari. Alibegu. Mezini për Tiranën, Ustria Alibegu. Dal Behari, largon një vijë sensore dhe 2 minuta dhe 52 sekonda nga fundi, kryeson Vllaznia 4-1. Alibegu për Bardhë Blu. Mezini kërkon golin e dytë Tirana. Vllaznia është vendosur të bosteleroj, kryeson me merit me shifrat 4-1. Alibegu, përsëri Alibegu për Bardhë Blut. Kaca. Kaca për skuadrën mysafire. Mezini, autorit të vetmit gol dhe Vllaznia e ndeshon Tiranën me protagoniste Semir Hysenin që shkon nga tribuna, ka një dedikim për miqtë e tij, për Fatmir Davutovin dhe Gon Osmanagic, 2 miqtë e tij të afërt, të cilët e mbështesin kudo ku luan Vllaznia,
Goli 5 për Vllaznin, 5-2 krahason Vllaznia. Pra të nderuar shikues të Veriu Sport ndodh ajo që ne parlemëruam më herët porta boshatisur, ka një avantazh se ndihmon në veprimet sulmuese për skuadrën që e aplikon, por rrezikon në këtë aventurë për të pësuar, për të ndëshkuar, siç ndodhi në këto momente, ku ishte futbollisti me përvojë tekniku Semir Goga që shënoi nga distanca golin e 5 për Vllaznin. Gol që thuajse ka dhënë drejtimin e duhur rezultatet e kësaj ndeshje për të fituar nga Vllaznia. Ku kërson me shifrat 5-1. Marrim tek formacioni Vllaznis, largohet Fatos Behari, në lojë është Meldin Tafa. Ju me shumë perspektivë në portën e Vllaznis që mbrojti me dignitet në transferët e Vlorës, javën e kaluar portën Kuqe Blu. Ka pritur gjytja e parë në portën e tij, pritja e parë e tij e suksesshme. Hyseni Gjoklej. Ka faul në favor të ekipit Tiranës. Takim gjujtë në dy takim që në çfarë pam nga sinjale i gjyqtarit Albano Stolaj. Ashtu është Kaca për ekipin e Tiranës, Endrit Kaca, që na kujton edhe përfaqësuesin e Vllaznia Diaspor Art Kaca, shumë aktiv në komentet sportive, por kemi një Endrit Kaca këtu në fushën e lojës për ekipin e Tiranës. Shpërdoron Tirana dhe mos marrëveshje kombinative tek ekzekutimi i këtij falli dy takimsh për Tiranën. Shpëton Vllaznia, por shpëton Tirana nga një gol që mund të pesojë në distancë. Në këto momente për ekipin e Vllaznis është edhe Rikers Gjahysa, një nga futbollistët minor të talentuar dhe me shumë perspektivë të ekipit të futbollit, ku ka kaluar krahas Vllaznis, ka kaluar edhe me skuadrat e tjera me sukses, që ka fituar këtë penalti për ekipin e Vllaznis Futsal, është kapiteni Alcid Tafili që ka mundësi të shërojë golin e 6. Alcid Tafili përballë portierit Tiranës Rapi. Tafili të shikojmë me fort goditje dhe shkon të trekëndëshin e majt të portierit Tiranës Klodian Rapi. Të dhohet avantazhi Vllaznis në shifrat 6-1. Goli 6 për Kuqe Blu dhe i dyti personal për Alcid Tafilin. Merita ishte edhe për Rikers Gjahysën që me atë dëbërtim elegant të tij fitoi penaltin në favor të ekipit Kuqe Blu. Përse i Tirana, ato për nëzotërim, për tashme e dorëzuar totalisht, pas të dizavantazh i 6-1. Bardhëblut luajnë në fund të takimit për të shkurtuar diferencën e rezultatit, kur është shifrat Vllaznia 6, Tirana 1, avantazhi merituar, dhe pse mos të themi fitore merituar, sepse koha në dispozicion është pak për të menduar për përmbysjet e rezultatit, kur luhet minuta e fundit e kretë ndeshjes, 6-1 kryeson Vllaznia. Gjahysa për Hysenin. Topi për Tiranën. Nga krau i majt. Ka gjojt e tje numri 8 i skuadrës e Bardhëblu. Erald Mërtiri. Topi përsëri për Tiranësit, në mbasin, Rimarin.
dhe dëgjohet vështëllima përfundimtare e krejtë ndeshjes. Vllaznia fiton me rezultatin e thellë me shifrat 6-1. Një fitore kjo e merituar për ekipin e Vllaznisë që vazhdon të kryesojë kampionatin me 13 pikë ndaj 7 të Tiranës, që është ndjekësia më e afërt në fushka zbritur edhe presidenti i Vllaznisë Futsal, Fisnik Barbullushi, duke përgëzuar fillimisht trajnerin kundërshtar Artur Angoni dhe pastaj edhe arbitrat, delegatët e ndeshjes dhe ekipin e tij. Do atrokitje për këto djemë pasionante Vllaznisë për këtë fitore të merituar me shifrat 6-1. Pas fitores të transfert ndaj Flamurtarit 4-5, fitoria e sotme ndaj Tiranës 6-1, e shkeput Vllaznin akoma më shumë në kryesimin e kampionatit, duke qenë kandidatura kryesore për titullin kampion. Të nderuar shikues të Veriu Sport, nga unë Gaspar Marku në rolin e komentatorit, ju përshëndes për vëmendjen që treguat në ndjekjen e kësaj ndeshje dhe lë ta kemi në të tjera transmetime të drejtë me drejta nga qyteti i Shkodrës, duke ju dhënë edhe pamje tashmë nga dalja e sportistëve dhe e tifozëve nga pallati i sporteve Qazim Dervishi i Shkodrës në këtë fitore të merituar të ekipit të Vllaznisë.